Tani, ky s'është më grup kriminal i strukturuar. Çfarë është ky? Po ky një grup e pas kam polici. Po i ka. Një grup e ka mund ta ketë te kadastra. Një grup e pas atë akshi. Një grup janë këto biznesmenët bashkë. Një grup mund të jetë ca gangsterë të tjerë. Pra këtu kemi të bëjmë me forma shumë të larta të krimit organizuar, për te grupit kriminal. Pra kemi policë që na shërben, kemi gangsterë që na shërben, kemi tregtarë që na shërben, edhe në institucione ndryshme kemi njerëz ndryshëm që janë njerëzit tanë. Pra, është një kapje e frikshme e një pjesë të shtetit dhe sidomos ke pjesa sensitive. Tani ti thua kemi informacion të dhëna. Atëherë, unë po ju garantoj që interesoni ju atëherë, me që unë e di para jush më mënyrë të sigurt, nga ta që ja duan të mirë në Shqipërisë. A kemi mundësine, ka në një raport kontrolli, auditimi, çfarë bëhet e kadastra? Se gjëja më e mirë që të mos dali çfarë bëhet është mos lejosh auditimet. Dhe pse nuk janë bërë auditimet? Dhe nëse janë bërë auditime dhe janë fiktive fare, kush e përgjigjet? Tani kur pëlcasi kjo, atëherë do të shohim që ne na duhet një sistem gjyqësor shumë i pavarur se sa ky që thot mazhoranca sot. I pavarur deri në kufin, një sistem gjyqësor që të jetë krenar dhe vetë, pra po marrë gjithë sistemin e drejtësisë me prokurorin e gjithë, po të jemi edhe ne krenar. Këtu është një vend i së drejtës, këtu gjetet drejtë.